janë gra dhe vajza të cilat për shkak të rrethonave jetësore të tyre janë privu nga liria, pra janë në vujtje të dënimeve në institucionet korrektuese. Dhe në këtë rast, ne kemi shku te Shërbimi Korrektues i Kosovës dhe së bashku me ta, fillimisht kemi hartu pyetësor me qëllim që me identifiku nevojat e grave dhe vajzave të cilat janë duke vujt dënimin në institucionet korrektuese, në veçanti ato që janë me dënime pak më afatgjate për arsye se ato janë pak të privuara nga zhvillimet ligjore nën ligjore që ndodhin në shoqërinë tonë, disa prej tyre kanë edhe prona jashtë, cilat në pamundësi për shkak të rrethonave të tyre, siç e përmenda, nuk e din kush të i posedu, kush të i kontrollu, a ka disponu, i ka shit, i ka bledhuru dikush, edhe në këtë drejtim kemi dashur me i përgatit ato që përveç njohurive që avdham, edhe mja vletu procesin e reintegrimit të risocializimit tyne në momentin kur ato të lirohen prej vujtjes dënimit. E sa raste keni mujt me gjeta, keni shifrat si probleme tilla? Po, probleme, realisht këtu kanë qenë gati 20 pjesëmarrëse, cilat janë në vujtje të dënimit në institucionin korrektues të Lipjanit, dhe prej problemeve që i kemi identifiku, ka pasur raste ku kanë qenë në pyetje vetëm edhe disa muaj, cilat ato gra dhe vajza mujnë me i hum të drejtat e tyne pronësore për shkak se nuk i kanë ushtruar mjetet juridike. Pra, ka pas grua që nuk e ka ditë se nëse rrjen një afat i caktuar dhe ti nuk e kërkon pronën tonë, atëherë mundesh me hum këtë drejt.